Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij dhe mbi shokët e tij. Mbulesa, bindje ndaj Allahut dhe shprehje e identitetit islam. Kur një grua mbulohet, ajo nuk po shton diçka mbi vete. Ajo po dëshmon diçka brenda vetes. Ajo po dëshmon besim, vetdije dhe një bindje. Mbulesa nuk është thjesht një pamje e jashtme, por është shenjë e një zemreje e cila ka vendosur që t'i bindet Allahut. Allahu u drejtohet grave besimtare me fjalë të mbushura me urtësi dhe me mëshirë, kur në Kur'an thot: Bismillahirrahmanirrahim, ja eyyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. O profet, thua ju grave besimtare që të mbulojnë veten e tyre. Kjo është më përshtatshme që ato të njihen dhe të mos shqetësohen. Ky ajet është themeli i temës son. Ajo nuk flet për mod, as për zakon, por për urdhër hynor, drejtuar grave besimtare. Që në fillim, Kurani e vendos mbulesën në vendin e saj të saktë, si një bindje ndaj Allahut dhe si një shenjë dalluese për besimtaren. Kur një grua i përgjigjet këtij urdhri, ajo po dëshmon se fjala e Allahut ka një peshë në jetën e saj. Ajo po dëshmon se besimi nuk është thjesht një ndjenjë në zemër, por qëndrim i vetëdijshëm dhe një zgjedhje e përditshme. Në Islam, imani nuk matet vetëm atë çka thuhet, por me atë që pranohet dhe zbatohet. Besimtari i vërtet është ai që kur përballet me urdhrin e Allahut, e vendos atë mbi dëshirat personale dhe mbi presionin e shoqërisë. Prandaj, mbulesa është një shenjë e bindjes ndaj Allahut. Ky ajet na tregon gjithashtu se mbulesa ka një qëllim të qartë kur thot dhalike edna an yu'rafna, që ato të njihen si gra besimtare, si gra që i përkasin fesë islame, si gra të cilat kanë vendosur të jetojnë jetën e tyre sipas udhëzimeve të Allahut. Mbulesa nuk e fsheh identitetin, por e shpreh atë qartë dhe me dinjitet. Ajo nuk e zbeh personalitetin e një gruas, por e mbron atë mbi bazën e besimit. Kur Allahu i madhëruar shpalli fjalën e tij, Bismillahirrahmanirrahim, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dhe le t'i lëshojnë mbulesat e tyre mbi kraharorët e tyre. Ky ajet nuk mbeti thjesht një fjalë e lexuar, por menjëherë u kthye në vepër. Gratë e Medinës nuk kërkuan kohë që të binden, nuk e shlyen zbatimin, madje ato as nuk e venduan urdhrin në diskutim. Për ta, fjala e Allahut ishte më e rëndësishme se çdo ndjenjë personale, mod apo zakon. Aisha radiallahu anhu përshkruan një ngjarje që prek zemrat, kur ajo thot: kur u shpall ky ajet, gratë e Medinës i pren copsat nga rrobat e tyre dhe u mbuluan me to. Ato nuk kërkonin rroba të reja. Ato nuk kërkonin përsosshmëri në dukje. Për ta, e rëndësishme ishte bindja, ku në rrugët e Medinës ato u pan të mbuluara, në qetësi dhe me dinjitet. Kjo ishte shenjë se fjala e Allahut kishte zënë vend në zemrat e tyre. Sa i ndryshëm ishte reagimi atyre atëherë dhe reagimi ynë sot. Atëherë, mbulesa u prit me nder dhe me përullësi. Sot, ajo shoqërohet me frikë, me hezitim dhe me pyetje pafund. Jo sepse zemrat janë bërë më të këqija, por sepse kohët kanë ndryshuar. Tani, presioni është shtuar më shumë dhe po ashtu ndikimet janë bërë më të forta. Sot, ku shohin forma të ndryshme të mbulesës, lind pyetja:
A e bart mbulesa ende qëllimin për të cilin u shpall? A na afron ajo me Allahun, apo thjesht ngel një pamje e jashtme? Këto pyetje nuk janë për të gjykuar, por për të reflektuar. Mbulesa, ashtu siç u prit në fillim, ishte dhe do të mbetet një thirrje drejt bindjes. Ajo nafton që të kthehemi te kuptimi i saj i parë, ku është një sinqeritet ndaj Allahut dhe një përullësi ndaj urdhrit të tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka vendosur një parim themelor kur tha fjalën e tij: veprat vlejnë sipas qëllimeve, dhe secilit i takon ajo që ka pasur për qëllim. Ky hadith jep mbulesës një kuptim më të thellë. Ku një grua mbulohet për hir të Allahut, kjo vepër nuk ngel thjesht një pamje e jashtme, por është një adhurim. Bëhet sevap, sepse rrjedh nga një qëllim i qartë, e cila është bindja ndaj Allahut. Një grua që mbulohet për Allahun nuk thot se është e përsosur. Ajo thot se ka zgjedhur Allahun si udhërrëfyes në jetën e saj. Ajo ka zgjedhur bindjen mbi rehatin, parimin mbi modën dhe fen mbi mendimet e njerëzve. Mbulesa është një dëshmi se Islami nuk jeton vetëm në fjalë, por edhe në vepra. Ajo është një shenjë e identitetit islam, e bindjes së sinqertë dhe guximit në qëndrimin në rrugën e Allahut, edhe kur ajo rrugë nuk është e lehtë. Në një botë që kërkon ekspozim, mbulesa mbetet një zgjedhje e vetëdijshme për dinjitet, për nder dhe për bindje. Sepse ku një grua mbulohet, ajo nuk po humb asgjë, përkundrazi, ajo po fiton veten dhe kënaqësinë e Allahut. Allahu na bëf prej atyre që e dëgjojmë urdhrin e tij, e pranojmë atë dhe e zbatojmë atë. Amin.